Së pari faleminderit për këtë aperitiv shumë të këndshëm geopolitik që ishte mëjes që ju bët, është e vërtet. Jo vetëm po të gjithë ekspertët tu natyrisht u ngrohën atë ditë kur Marco Rubio mbajti fjalimin e tij, së pari, ashtu si shtat ju, pas përvojës negative të një viti më parë, kur Venci u tregua, jo se ishte kritik nuk ka asgjë të keqe, po tregua shumë hard, shumë i ashpër, shumë i egër, që ishte momentin e parë të zgjedhjes presidentit Trump. Ndërsa këtë radhë doli e kundërta, së pari merit e të zotërve të shtëpisë, e kancelarit Friedrich Merz, i cili doli dhe foli i pari për t'i dhënë tonin konferencës dhe për t'i treguar edhe aleatëve, miqve amerikanë, që kujdes, këtu jemi në meny. Dhe së dyti natyrisht, fjalimi shumë pritur i Marco Rubios ishte krejt e kundërta e Vencit, u vlerësua shumë. Ishte natyrisht një fjalim me sharm diplomatik, ishte një ofensiv sharmi në diplomaci, si që njihet diplomaci kjo nga ana e Rubios, jo se kishte në një gjë të ndryshme, apo të sa më pak të kundërt nga fjalimi Vencit. Absolutisht, përmbajtja ishte e njëjtë, në vijën e mëparshme të presidentit Trump. Por, ai i bëri edhe kritikat, edhe vërejtit në mënyrë të butë, me lezet, me pambuk, si që themi në Shqip. Së dyti dhe e rëndësishme është që ai nuk i bëri kritikat me frymë mohuse, me frymë denigruse, apo për të sinjalizuar një ndarje, një përçarje me aleat evropian, si që thatë ju me të drejtë, por ai bëri atë historikun e mrekullueshëm të marrëdhënieve gati 100 vjeçari midis SBA-s dhe Evropës, betejat e kaluara, fitoret e përbashkëta, vletrat bashkëta që ndajnë, origjinë amerikane pikërisht nga vendet evropiane, duke përmendur një për një deri te cilësia e birës amerikane, që ishte kontribut i birës gjermane. Pra, kjo i dha tonin pozitiv konferencës, i ngrohu njerëzit, pjesëmarrësit, dhe dha një perspektiv të re më të ndryshme se më parë, të paktën për ta shtyrë, siç kemi thënë më parë, sa ti të mundur aleancën perëndimore Amerikë me Bashkimin Evropian. Por e theksoi të gjithë në përmbajtje, sërish asgjë nuk ka ndryshuar. E kuptoj, por tregoi po. Por jo, s'ka problem, ambasador, por prap kam përshtypjen kësaj here, ndoshta është pritur edhe më mirë, po them për te gjuhës të kujdesshme diplomatike dhe ardhur nga një politikan, karriere dhe me eksperiencë, dhe madje Marco Rubio shquhet edhe si njeriu konsensual i politikës amerikane, se ka drejtuar gjatë gjithkohës komisionet bipartizane atje, po edhe Europa e ka kuptuar që ishte përgjumur gjatë gjithë kësaj kohë, se ne kemi parë shumë nisma që po ndërmerr deri tek mënyra se si do të votohet brenda Bashkimit Evropian, dhe jo çdo shtet mund të vendosë veto, ndërkohë që ajo nuk siguron dot as kushtet më minimale për popullin e vet dhe i tregon Europës se çfarë duhet bëj. Pra, e kanë kuptuar që Ashtu është, të dy palët e kanë kuptuar. Në radhë parë, presidenti Trump e ka kuptuar të mesazhin që kemi thënë më parë, që pa Evropën, pa një aleat, nuk mund bëj dot e vetme në sfidat të mëdha. Dhe Europa është aleati i tij më i mirë. Dhe ai ndaj dërgoi Marco Rubion, e drejtë si thatë ju, është 13 vjeç senator, njeri liberal, njeri shumë perëndimor, pro-evropian, pra sikur donte ti thoshte Rubios, shko tani dhe qetësoj evropianët. Dhe dyta, ashtu si thatë ju, Evropa ishte shumë e shqetësuar dhe nga ajo gjendje letargjike gjumi, le ta themi që të vit ka kaluar në një ofensivë përgjithshme. Dhe rasti më i freskët, ku Evropa tregoi dhëmbët, tregoi muskujt, ishte pikërisht të forumit Davosit, në rastin e Groenlandës, ku presidenti Trump u detyrua të tërheqej. Pra, janë të dy këto faktorë. Edhe Trumpi e pa që pa Evropës bëhet, dhe të mos harrojmë që Trumpi tani ka përpara zgjedhjet e mes mandatit. Në muaj nëntor, sondazhet janë shumë negative, ka një kundërshtim për politikën e tij, sidomos në rastin e Groenlandës, ose për ndarjen nga Evropa, pra edhe Trumpi detyruar, po edhe Evropa, pa Trumpin, pa Amerikën, hë për një 4-5 vjet i herë, nuk mund bëj dot e vetme. Nuk e çliron dot Ukrainën, nuk e mposht dot Rusinë. Këto janë të padiskutueshme. Të dy këto faktorë ndikuan në këtë rezultat që ju e thatë me shumë lezet. Por, ambasador Trump, pavarësisht po them mënyrës retorikës që është ndryshme nga që jemi mësuar gjithmonë nga politikanët apo diplomatët, vazhdon të jetë konsistent në ato çfarë ka thënë që në mandatin e tij të parë,
që është rritja e prodhimit të brendshëm bruto e shpenzimeve në fushën e mbrojtjes. Kur aso kohë shumica as 2% nuk e kishin arritur, tani po shkojnë tek 5%, me gjas kështu siç po shkojnë, nëse ka nevojë dhe për një mbrojtje bërthamore të Europës, do duhet të rritet edhe më shumë. Apo tek kritikat për varësinë nga nafta dhe gazi rus, ne pam me luftën në Ukrainë, që edhe Europa gati kolapsoj nga varësia e madhe, sidomos kryesisht Gjermania, që është edhe motori i Bashkimit Evropian. Nuk e di nëse e kam... është e vërtet kjo që thoni ju, dhe Evropa pra reagoi, por ky reagim i Evropës, qoftë dhe nga president Trump, ishte më tepër nga halli se nga malli. Pra ja dakord, Evropa duhet të vinte duke forcuar aftësitë e saj mbrojtëse, por nuk kishte kjo punë se bëj me kaq urgjencë dhe mënyra si u bë, në mënyrë ultimative, kur ne kemi të bëjmë me aleat 100 vjeçar, që kanë kaluar bashkë gjitha sfida. Ky ishte problemi. Dhe kryesori, siç e drejtësisht ju, nuk ishin këto kërkesa, këto ishin kërkesa drejta, po problemi është që çfarë fshihej pas këtyre kërkesave. A ishin vërtet tot mjaftueshme, apo ishte një mënyrë, një justifikim nga Shtetet e Bashkuara që ju nuk e bëtë, unë po largohem. Po Evropa këtu u tregua shumë e mençur dhe shumë e vendosur duke i realizuar të gjitha ato kërkesa. Po, ambasador, nëse mund të kthesh pak se na ka ikur imazhi, vetëm të dëgjojmë, nuk të shohim dot. Mirë, vetëm pak çaste, sa po të kemi... Po, tani jemi mirë, po, tani jemi në rregull. Pra, të dyja këto faktor, pra, ndikuan. Tani problemi është si do vej e ardhmja transatlantike. Ky ishte problemi i dytë i madh pas rendit ndërkombëtar po shkatrohet. Pra si do shkojnë Shtetet e Bashkuara me Bashkimin Evropian? Vërtet ato do vazhdojnë marrëdhëniet, pa do vazhdojnë si aleat tradicional, aleat vlerash, parimesh dhe interesash, apo thjesht si partner, si klient, me aleanca të përkohshme, kryesisht ekonomike dhe tregtare, sipas doktrinës transaksionaliste të presidentit Trump. Ky është problemi i madh që tani shtrohet, sepse tham, Evropa i ka realizuar të gjitha kërkesat e Trumpit. Pra, edhe Trumpi prandaj është vënë në pozitë, se nuk gjen dot justifikim se si të shkëputet, si të ndahet nga kjo aleancë, plus që do ta ketë nevojën e saj në të ardhmen.